Pra, çfarë ndodh? Çati, për shembull, sa i përket sferës time si muzikant. Instrumentistët kanë ngel pa lek. Pa lek. Ata që punojnë në studive. Tani, kurse unë kisha një piano që luanja gjithçka, tani duhet të marrësh vesh nga muzika. Dhe ti thuash atij do, mi, sol, më këto, dhe ai, pra ai të bën në kohë rekord atë punë që do bëj një ti mekanikisht ai. Kjo është çati për mua. I godet, ashtu ë? Kurse ai tjetri që s'di nga muzika, që ai kopion, nuk është pronjë. Kurse ai tjetri që s'di nga muzika, merr këngën time, e fut atje dhe 30 sekonda ai nxjerr një version tjetër. Kush janë këta instrumentistët që i bien pa lek për këtë muzikën, këngën që tënde që kërkon? Është inteligjent, është pa shpirt. Janë mjetet të cilat janë krijuar në çdo sektor. Për shembull, në fushën e muzikës, të gjithë sektorët janë prekur. Ashtu si muzika janë prekur edhe për shembull edhe çështja e krijimit me këngë që themi është filan baterist, i ka rënë filan baterist, emër i madh, tani ne s'di më emrat e. Dallimi më i madh është dallimi negativ se humbet ajo lidhja me publikun edhe lidhja me ska feeling, nuk do të dallimi më i madh është sepse krijimtarin çati apo gjithë inteligjencën artificiale në përgjithësi e japin nga ato çka ti i jep asaj. Pra njëri që nuk din aspektin teknik social, se si përqohet mesazhi tek njerëzit e me radhë dhe ja lë të lirë çatit. Edhe Albano direktyre. Futemi në Facebook, tani ka njerëz që bëjnë shkrimen a 12 faqe. Po unë e kuptoj shumë lehtë. Çdo përdorrues i çatit e kupton kur ti e ke bën me çat. Sepse terminologjia është e njëjtë. Jo, është. Shiko si e dalloj. Unë do të tregoj një rast shumë interesant. Kisha një shok, le të themi, po që unë e njihja siç je ty. Mënyrën e të folurit, shprehurit, gjitha. Dhe shikoja që ky postonte kohët e fundit, postonte ca gjërat të mrekullueshme. Dhe unë që tek gjuha e kuptova që nuk ishte gjuhë e tij. Do e ka marrë në sekretari, por përveç se të shkruarit, ai dhe i fliste. Pra çatit ti çon të regjistron zërin ty dhe ai flet me mënyrën më të mirë se ti në një moment i dërgon timbrin e zërit tënd dhe ai e fliste këtë. Dhe unë kisha vënë re që se që i kalonte një makinë mbrapa krave, se ishte në natyrë, dhe o makina kalonte shpesh herë, njëjta makinë. Aty pastaj kuptova, aty kuptove që filozofi... Kurse nga shkrimet, sepse shko, çati ka një gjë, inteligjenca artificiale ka një gjë, nuk është e bërë në gjuhën shqipe kur është shpikur. është bërë në gjuhë të bazë, është bërë në anglisht. Dhe në anglisht i ke fjali që fillojnë me lidhësën dhe. Në Shqip nuk fillohet fjalia me lidhësën dhe. Dhe ti po të shikosh, këta që postojnë, fillojnë fjalit me dhe, krye radhë dhe. Kemi atë shprehje, kemi e kupton shumë kollaj. Është bërë një studim dhe kanë marrë 100 autor dhe kanë thënë përdorni inteligjencën artificiale për të shkruar një libër. Dhe të tërë, thuajse të tërë, e kishin shumë të ngjashme mënyrën e shkrimit, vetëm tematika ndryshonte. Pra tematika ime ishte ajo që unë vetë kisha zgjedhur, por ama mënyra e shkrimit ishte e njëjtë. Edhe kjo e bën të